e tyre kuptojnë që edhe identifikojnë të brendshme që vlerat e tyre politike janë shumë të ngjashme ose identike me prindërit e tyre. Dhe ky është modeli vetëm shqiptar, është modeli që aplikohet kudo. Ku familja si agjenci ndikuese është jashtëzakonisht e rëndësishme në mënyrën se si përfitojnë vlerat politike. Kjo vlen vetëm për votimin e parë apo për gjatë gjithë votimeve që do të pasojnë më pas? Apo ka mundësi me herët e votimeve. Pak më shikohet praktikisht që në rast se 3 herët e para individi voton në mënyrë të njëjtë, probabiliteti i ndryshimit të sjelljes është jashtëzakonisht i ulët në kalimin e kohës. Dhe kjo është arsyeja pse 3 herët e para janë shumë të rëndësishme, dhe kjo është arsyeja pse për politikën dhe për gjithë ata që organizojnë fushatat elektorale, kjo butmosh. Do nga 18 deri në 25 vjeç, është target specifik për arsye se akoma nuk kanë kalifikuar, siç po thotë radhë më parë, qëndrimin e tyre politik. E kanë përmirësuar, por jo të kalifikuar. Dekor, e kam përshtypjen në publik, e kam një vajzë që voton për herë të parë, që do doja që ajo të prezantohej dhe të na tregoj se a do të votojë, si ndjehet, a ka emocion, ke emocione që do votosh për herë të parë? Ti thua? Iva?